Dëgjoni se çfarë thosha në nëntor të vitit 2024. Do t'ju lutesha të dëgjoni deri në fund këtë informacion. Kjo është një video që kisha bërë në Facebook, ku ka kaluar 2 milion klikime, sepse njerëzit nuk janë budallënj. Se dua të shtoj që autoritetet ende sot neglizhojnë probleme të tilla, sepse është i pesti rast këtë vit që ndodh e njëjta gjë dhe askush nuk bën asgjë. Tani dëgjojeni deri në fund dhe pastaj do t'ju them se çfarë mendimi kam. Dëgjoni me vëmendje, o shqiptar, dëgjoni. Lajmi i fundit. Shqipëria vendi i parë në botë i mungesës së fertilitetit. Ndiqeni me kujdes këtë material sepse është për të mirën tuaj, për të mirën e gjeneratave dhe për të mirën e atij kombi. Tani, në vitin 2011-2012 kur flisja për mos kontrollimin e produkteve ushqimore dhe kryesisht mielin që vinte nga një shtet fqinj, të gjithë e mendoni se ishte një teori konspirative, ku thoshte se brenda mielit mund të vendosin edhe ose të hedhin disa kontingjente që i krijojnë probleme spermatozoideve. Dhe kur vitin e kaluar kryeva një video të detajuar për sa i përket miellit dhe bukës, një grup shqiptarësh, e klasifikuan si jo të denj atë video dhe videoja normalisht nuk u shfaq më, sepse bllokohet. Dhe kur ky problem është në radhë të parë për ata, pra është për ju, kryesisht për ju. Nuk po them këtu që unë me qenë se jetoj jashtë nuk më intereson, sepse po t'ishte kështu do ta kisha mbyllur gojën dhe nuk do flisja sot. Por ka ardhur momenti që të flas dhe po e bëj për ju. Vendi i parë në botë i mungesës së fertilitetit është Shqipëria, në World Review Outlook of Population. Pra, do t'ja lë këtu edhe me foto, dhe është turp i madh, turp, që për një grusht para, apo për qofte edhe sepse u duket vetje si kur din diçka, dhe fillojnë edhe flasin për diçka që mendojnë si kur unë jam kundra këtyre gjërave. Këto janë argumente të rëndësishme që prekin secilin. Dhe do t'i them, sipas Review Population, deri në vitin 2050 nuk do të mbetet më këmbë shqiptari. Unë kisha bërë dhe një video tjetër, Shqiptari i fundit, në vitin 2070, qofse keni parë, shikojeni, Shqiptari i fundit, në vitin 2070, sipas llogaritive që kisha bërë, nuk do të mbetet më shqiptar, por që ngërka më shpejt, pra në vitin 2050. Nuk është për fajin tim. Unë jam këtu vetëm thjesht për të ndezur shkëndijën me ato çka unë lexoj dhe t'ja u shpërndaj juve, dhe së bashku le ta diskutojmë. Në Shqipëri, sipas Review Population Outlook, botëroren, do t'ja u lë këtu me video, do t'a gjeni dhe ju vetë, është lajmi i fundit, tregon që në krahasim me vendet e tjera, në Shqipëri ka 1.2 lindjes së fëmijëve, 1.2, që nga viti 90 deri tani, çdo të thotë kjo, nga viti 90 deri tani, sepse nga viti 90 deri tani nuk ka më kontrolle të miellit, se çfarë i hedhin miellit apo produkteve të tjera. Dhe kjo është për të mirën tuaj, për të mirën e çdo shqiptari, nuk po flas për veten time, ose për të mirën e atyre që janë atje, ne që jetojmë jashtë, sepse kemi të bëjmë gjithmonë me atë vend. Pra, 1.2 një grua bën një fëmijë. Nuk e di më kuptoni apo jo. Në krahasim me përpara që ishin 3 deri në 4 fëmijë, në krahasim para viteve 90. Dhe sot zë vendin e parë që ka mungesë të fertilitetit, vendin e parë në botë. Pra në qoftë se do të vazhdohet kështu, sipas llogaritive që bën kjo organizata botërore e kontrollit të popullsisë, ajo që u thash më përpara, ata thonë që deri në vitin 2050 nuk do të ketë, pra pas vit 2050 nuk do të ketë më lindje, pra do zhduket shqiptarët. Nuk e di më kuptoni apo jo. Dhe dua të nënvizoj diçka të rëndësishme. Në Shqipëri po luftohet në të gjitha mënyrat që aty të bëhet një pastrim nga të gjitha anët. Okej? Jo vetëm ata që ikin, që i detyrojnë që të ikin, por edhe ata që gjenden aty. Unë ja u thash, tani ja u lë juve në dorë. Bëni si të doni, komentoni si të doni, dhe shpërndajeni këtë video për të mirën tuaj, për të mirën e atyre që gjenden atje. Pra sot që e thot një organizat botërore dhe ONU, unë ja u thash hapur, ky është lajmi i fundit, e gjeni gjithandej, dhe mos të futet në njëri në faqe e të filloj të thot pastaj apo këto jo me pikpyetje. Jo, këtë nuk e them unë, e thot organizata botërore. Okej?
Kalofshin ditë bukur. Kanë kaluar 2 vjetë, por me sa duket asgjë nuk ka ndryshuar. Askush nuk ka bërë asgjë. Autoritetet vazhdojnë akoma të mbyllin veshët dhe gojën, sepse pothuaj vetëm këtë vit 5 raste të tjera kanë ndodhur duke filluar që nga janari i vitit 2026. Pikërisht ky është problem i madh, një problem që duhet zgjidhur, sepse nuk prek vetëm popullin e thjesht, por prek edhe autoritetet, fëmijët e tyre, familjet e tyre, sepse një herë apo një tjetër, padyshim edhe ata do konsumojnë këto lloj ushqimesh. Ushqime të ndotura, mielli që përzihet dhe ose mielli kalbur që vijnë nga Serbia, apo ushqime të skaduara që vijnë nga Greqia, ose nga vendet e tjera, si për shembull nga Spanja, apo nga Bolivia, apo e tjerë. Pra, duke filluar që nga mielli, që nga pluhuri i bajameve, nga çokoladat me pislliqe brenda, me insekte, apo çfarë të doni ju brenda ushqimeve, këto pra dëmtojnë dhe shkatërrojnë jo vetëm qelizat e njeriut, por shkatërrojnë gjithë Shqipërinë, pra gjeneratat. Dhe ky nuk është një problem që zgjidhet pas një viti apo pas 2 vjetësh. Për shembull, kanë kaluar 2 vjet, siç u thash dhe më përpara, dhe askush nuk ka bërë asgjë. Por ky problem duhet të zgjidhet tani, pra sot. Duhet të ngrihen laboratore, të bëhen teste, të kontrollohen ushqimet, të ketë kontrolle të rrepta, jo vetëm të rrugës së ushqimit nga vjen, pra burimi se nga vjen, por duhen laboratore për të testuar se çfarë kanë brenda. Sepse nuk është këtu vetëm problemi që mund të kenë hedhur kontingjente brenda këtyre ushqimeve, por mund të jenë dhe ushqime të skaduara të cilat reciklohen. Dhe një grosist, një nga këta me shumicë që shkon dhe merr këto produkte, ndoshta nuk e çan kokën fare. Por ky thash prek jo vetëm popullin, por edhe vet ata. I prek sepse thash, sot mund të marrin ushqime të përzgjedhura nga një supermarket apo mund t'i sjellin vet. Por një ditë apo një tjetër, padyshim do të preken pikërisht nga këto probleme. Probleme që i gjeneruan vet ata. Probleme që po shkatërrojnë jo vetëm vetveten, por gjithë farën shqiptare. Tani unë ja u thash, do të dëshiroja që secili prej jush të ndaj këto informacione, të lë komentin e tij dhe mos kujtoni se unë dëshiroj që t'i bëj këto publike për klikime. Jo, miq të dashur. Por këto janë informacione që i gjeni gjithandej, nuk është se i shpika unë. Kështu që të gjithë duhet të ndërgjegjësohen dhe të marrin pjesë në këto informacione. Tani unë ja u thash, kalofshin ditë bukur.